Njerëz internet sa YouTube-sa dhe sidomos ju që jeni shikues të Anje Report, këtë emision të fundit për këtë vit kanë vendosur që ta bëj jashtë. Ishte pa kuptim që të gjëroja në studio, përderisa na ndajnë vetëm pak orë nga ndërrimi i viteve. Na ndajnë vetëm pak orë nga viti 2014, që le të shpresojmë që do të jetë i bukur për të gjithë ne personalisht, po pa dashur të tregohem egoiste për këtë vend sidomos. Uroj një 2014 të jashtëzakonshme për këtë vend. Kam vendosur ta bëj emisionin duke nisur nga qendra e Tiranës me pemën e Bashkisë së Tiranës, edhe sepse qendra është i vetmi vend më i ndriçuar që ka jo vetëm Tirana, po dhe Shqipëria, do thoja, sepse kam përgatitur përpara se të nisë më mirë programin, një kartolinë që do ta ndiqni në këto momente, të fotove të ndryshme që më ka nisur mua dhe ku do të shikoni atmosferën e festës në vende të ndryshme të Shqipërisë, por edhe vende të ndryshme të botës nga ku ndodhen shqiptarët. Shohim këtë kartolinën e shkurtër dhe kthehemi përsëri bashkë. Kam dërruar vend tani, kam ardhur pikërisht tek vendi ku nis atmosfera e festave në Tiranë. Java festive është një tip podiumi që siç mund ta shikoni aty, është me nismën e Bashkisë së Tiranës dhe është ngjitur me pemën gjigande që është në qendër të Tiranës, siç mundet ta shikoni. Nuk e di se çfarë do të ndodhi në orën 00:00 këtu, por di që përgjatë gjithë dhjetorit kryesisht të gjithë njerëzit kanë ardhur, kanë bërë fotografi tek pema, edhe janë vendosur edhe këtu, duke bërë kështu foto të ndryshme me poza nga më të ndryshmet. Sa do informacion të kisha, do ta kisha të pamundur t'ju thoja se si janë përjetuar këto festa në Tiranë, në kryeqytetin e Shqipërisë. Por do dal të bëj pak shëtitje dhe do të përpiqem t'ju apërcjell atë nga goja e njerëzve, për arsyen se qëllimi im i vërtet në të gjithë emisionet e mia është vetëm një, të bëhem zëri i publikut. Qa foto është po bërë? Foto thjesht për tim. A e mendoni se ndikon për të zbukuruar atmosferën e festave bërja një foto në krah të pemës vitit? Është thjesht diçka që e bëjmë për qejf, thjesht për atmosferë. Çfarë po bëni juve këto atmosferë festash? Po përgatitemi pak nga pak. Mendon që kalohet bukur viti i ri në Tiranë? Kalohet mirë. Kuria është e rëndësishme që ti jesh pranë familjarëve dhe ajo ka më shumë rëndësi. Kur del në rrugë, ndjen atmosferën? Ndihet. Mirë gëzuar. Gëzuar dhe juve, faleminderit. E ndjehet atmosfera festave në qytetin e Tiranës? Është bërë shumë bukur si vjet, na pëlqen shumë atmosfera, po kalojmë shumë mirë. Po çfarë po bëni? Po dalim xhiro, po shëtitim, po blejmë gjëra, dhurata. Çfarë dhuratash po blen? Pagat gjitha. Çdo i bërë djalit apo shpejt akoma zotat, apo ja ke bërë festë për Dhuratën më të bukur. Një çka djalë kam, këtë kam. Zonjë, ku do ta kaloni vitin e ri? Këtu. Në shtëpi? Në shtëpi. Po mirë, me që jetoni në Greqi, si mendoni, është më bukur atmosfera në Tiranë apo andeja? Tu më bukur. Më bukur. Çfarë dëshironi nga 2014? Shëndet, fat e lumturi. Si për ne dhe për gjithë. Gëzuar dhe për juve. Mirupafshim, faleminderit. Nga vini ju që po bëni foto në Tiranë? Nga Tirana. Po pse po bëni foto në Tiranë? Për çfarë? Si e keni konceptu atmosferën e festave këtu? Shumë ngrohtë. Çfarë keni bërë për festa? Shumë gjëra na bërë. Përgatitje të me shumë të Krishtlindjeve dhe pastaj të vitit të ri. Një pjesë e atmosferës për ju është edhe ardhja për të bërë një foto tek pema vitit të ri. Po, patjetër. Po, Po tani ku do të shkoni se foton e bët këtu, e bët adetin? do dalëm xhiro në një pije për këtu jetë natën. Çfarë prisni nga 2014? Çfarë pret? Fat. Kush të ka lënë pa fat ty mo? 2013. Gëzuar. Gëzuar. O goca!
E di pse të qëmova me. Të qëmova se që nge veshur pantallona të shkurtra dhe është shumë ftohtë. Edhe pak orë na ndajnë nga ndërrimi viteve dhe ti me pantallona të shkurtra nuk e ftohtë. Më duket se është kaq shumë ftohtë sa për të veshur me pa të rënduar shumë veten. Shiko, edhe kështu nuk e... Je sigurt 100% që nuk e fton ti zogu vogël? Po, shumë e sigurt. Kush është ajo, mami jotësh? Po pse më qifet ajo? Mami! Kamerat. Nuk të pëlqen kamera, a? Hajde dalësh ti ke televizori, se mami s'do të dali ke televizori. Qa pret për vitin e ri ti? Makin? Po makin për vërteti apo makin lodër? Lodër. Dhurata ke marrë për Krishtlindje për vitin? Po. Po foto atje ke pema ke bërë? Po kemi bërë. E kemi shpërndarë në Facebook pale. Shiko, po me kë ishte, me kë i bëre fotot? Me sa shoqe. Me shoqja? Sa shokët nuk e vën Facebook ty se ç'p mami. Mirë gëzuar vitin e ri. Edhe ti gëzuar gjithve. Një tjetër etapë e asaj që quhet atmosfera e festave në Tiranë është edhe shëtitja në këtë parkun e vogël këtu. Bashkia e Tiranës ka menduar seriozisht të vendosi dritat dhe ndriçimin. E ka bërë në fakt njësoj si edhe vitin e kaluar, me teorinë që njerëzit duhet të vinë të ulen kryesisht stolave edhe të shijojnë atmosferën e festave, po me këtë të ftohtë që është, vetëm ndonjë si ajo vajza që dëgjuam që parë me pantallona të shkurtra do të kishim kurajon të uleshim edhe të shijonim këto dritat këtu në qendër të Tiranës. Një këmban sot po kumbon, pyjet shkëlqejnë, festa po afroj, këtë vigjilje dhurata që prej. Unë mendoj që gjëja më e bukur këtë fund vit është që na kanë sjell pak atmosferë amerike. Keni parasysh ato filmat tipik amerikan me atë pistën e akullit ku shkojnë fëmijët dhe argëtojnë? Unë jam fëmija i radhës që do tentoj të argëtojmë aty brenda, duke shpresuar që kameramani im të mos qeshi fort me të madhe se do thyej qafën. Hapen tonë sa ke shpatlat para punës, gjunjë tuli 30 gradë, dhe komplet trupi nga mesi dhe para është 45 gradë. Jam në super të maj. E kështu tentova unë të rëshkisja, po ashtu si që e pat, ishte e pa mundur, një bravo e madhe të gjithë këtyre kalamajve që rëshkasin këtu brenda dhe nuk rëzohen. Se unë e pata të pa mundur që të rëshkisja këtu brenda, ishte e të mërshme. Ajde këtu dhe ma të regoj një qikë si ke mësuar ti të rish aty? Lëviz avash, edhe pastaj, kur hic pak më shpejt, mësohesh dhe pastaj hic prap avash, prap hic shpejt, pastaj u mësu. Era par vjen që rëshket këtu? Po. Po, i rëzuar ndonjëherë? Po. Të dhëm, qarë të dhëm kur rëzohesh? Si që? Ty të pëlqen këtu të luash? Po. Sonte për herë të parë vjen? Po. Me sa ke që po luan këtu? 2 minuta. 2 minuta? Po hec njerë të të shofim sa i zoti je. Hajde njerë. Jepi. Qa do për vitin e ri? Unë doa një Nintendo. Dhe për motrën doa një kukull. Gëzuar vitin e ri. Gëzuar vitin e ri. Jem klas park, kam shku në shkollë. Po si rri ashtu dhe nuk rëzohesh, se unë me zorë pëmbajem këtu se po rëzohem. Nuk e di. Sa bukur është jesh fëmijë, nuk e di fare, thotë se nuk rëzohem. Hypër aty sipër dhe rëshket goca. Si e ke emrin ti? Samantha. Samantha, qa të bëri mami dhe babi për vitin e ri? Nuk ma ka bërë ku. Qa do ti që të sjellë viti i ri? I libër. Qa libri me përralla? Po. Puthin qik me dorë të gjitha ta atje. Hajde se më shkrive ti mua se i rëzuar një 5 herë deri tani. Për herë të pare ke? Po normal, po unë nërëm dhe me sport mendova se do t'ja dilja, po nuk ja dola dot. Si ishte 2013 a kështu si vit? Ta flasim nga sporti, dolëm në mërdy të shkëlqyer. Gjerasim për shëndetësit dhe ekipin e Tiranës që morën 6 kupa. Për vitin 2013, besoj se kemi mbyllur shumë mirë. Po kështu nga jeta personale, si ka qenë 2013? Shumë mirë, besoj se goxha e mirë, domethënë. A i ta ka varur në qika i? Nuk kam. Nuk ke, apo nuk ke se nuk ta vare, apo nuk ke se nuk... Jo, thjesht në është dëshira ime. Sa u bëre që kemi këtu brenda? As 10 minuta. As 10 minuta, a? Do ta provojmë dhe njerë se mos rëshket? Notare, hajde, jepi. Djarja që në zeq Ti pranë ti të shkoj
Po më bënte video, po priste që unë të rëzohesh. Video që të rëzohesh. Po shiko, me që po qurem edhe neve atje te ajo kamera. Rëzohem, kështu që Me njerë se mos rëzohesh. Ke pestis? Po rëzu që apo në djesë. Ua, si mendon? Është bukur atmosfera për festa këtë vit në Tiranë? nuk është shumë e ndezur si gjithmonë, po që Si do ishte e ndezur si gjithmonë dhe kur ka qenë e ndezur sipas teje? ndoshta kam qenë edhe më vogël dhe më zhdukur sikur festat janë shumë më të ndezura, duke u rritur gjithmonë bie. Por për shembull ka ambienti tuaj shumë interesant dhe më pëlqen. E kjo është vetëm gjë e bukur ndoshta që është bërë në Tiranë? Për këtë festë si mendon? Ka shumë edhe pedonalia është këndshëm. Çka ka të bukur pedonalia sipas teje? Qoftë? Po, yeah. Apo birrat? Birrat, shoh. Mos ka salçiçet me Për natë s'ka të preferoj, salçiçet jo shumë. Sonte keni dalë kështu edhe pak orë na ndajnë nga ndrimi i viteve apo jo? Si ishte kjo 2013 apo? E mirë. E mirë, a? Si e mirë. Ai si është sjella e mirë? Edhe kështu perfekte nuk ka, po S'ka jo. si shumë mirë. Dhe mos po të kaloj koha, ke kohë me atë ti? Jo, shumë. Jemi akoma të mjalti. Çfarë ti thoshe gjithë atyre që janë duke të ndjekur në këto momente për 2014-ën, po i një urim? Uroj gjithëve gëzuar vitin e ri, një 2014 sa më mbar, pa strese, më shumë lumturi, me pak më shumë lek. Po këtë vend, Shqipërinë, si do e doje për 2014? Pak më të pasur, edhe pak më të zhvilluar, me pak strese për gjithë njerëzit. Këtu jam mbrapa pemës në fakt. Dhe doja të ecja edhe më shumë, po policët e bashkisë nuk më lanë për të saktësuar se pikërisht këtu, na ka sjell një atmosferë të mrekullueshme të festave, këngëtarja Besa Kokdhima. Nuk kishte emocion më të madh për mua personalisht të dëgjoja këngët e Krishtlindjeve të përcjella në gjuhën shqipe. Zonja dhe zotrinj, si po kaloni? Gëzuar festa! Zile tring, zile tringëllojnë, o sa bukur kur është qenë mbi një zlit me dre. Zile tring, zile tringëllojnë, o sa bukur kur është qenë mbi një zlit me dre. Shkon kjo slita shkon me gjitha të shpejtësi, mbi të borën shkel, si kur fluturon, me gaze hare, zemrat na gëzojnë, si lkat fort kumbojnë, tringëllimat lartje hojnë. Zile tring, zile tringëllojnë, o sa bukur kur është qenë mbi një zlit me dre. Zile tringëllojnë, o sa bukur kur është qenë mbi një zlit me dre. Të shpejtësi, pi të borën shkel, si kur fluturon, me gaze hare, zemrat na gëzojnë, si lkat fort kumbojnë, tringëllimat lartje hojnë. Zile tringëllojnë, asa bukur kur është qenë mbi një zlit me dre. Zile tringëllojnë, asa bukur kur është qenë mbi një zlit me dre. Gëzuar Krishtlindjet, gëzuar Krishtlindjet, gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri. Rreth fatrës këndojnë plot dashuri, gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri. Me zemër urojmë bekime hare, gëzuar Krishtlindjet, gëzuar me ne. Fatrës këndojnë plot dashuri, gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri. Me zemër urojmë bekime hare, gëzuar Krishtlindjet, gëzuar me ne. Megjithatë, Besa Kokdhima nuk është ndalur me kaq. Ajo rezervon dhe një surprizë të vogël, të cilën un kam tentuar që ta
ngacmoj pak dhe t'ja përcjell me aq sa mundem. Një videoklip dhe një bashkëpunim të ri Besa Kokdhima me 2x2. Ndiqni materialin sepse kam xhiruar gjithë backstage-in e realizimit të videoklipit dhe kthehemi përsëri bashkë. Duro shpirti prej meje me të kërku falje sot. Problemet e mija në jetën tonë kam prodhimi e lot. Po menoj javlim me vujt, po menoj javlim me vujt, po menoj që sindam për me kom bashkë na dy kryon një dit. Din shumë mirë me zgjedh besniku i 2x2. Këtë herë në një bashkëpunim me Besa Kokdhimën. A ke iden, besoj, se sa e madhe është Besa Kokdhima? Sa që më mban në shpirë se një titan. Unë për ty e farë në jeton, se ti e tatuazh në zemër. Pra është vërtet një artiste brenda me një zë të mrekullueshëm. Si Elvana Gjata që ke bashkëpunuar më përpara, më duket sikur ke njëjtë njëti nivel, a kupton? Nuk kam zgjedh bashkëpunimin në atë formën me thonë veç të bëj diçka veç se dikush është em për momentin. Unë më intereson sa është artist dhe sa pëlqej unë si artist. Kush është autorësia këngës, si u bashkuat bashkë, të zgjodhi Besa Kokdhima ty apo ti zgjodhe Besa Kokdhima? Zgjodha unë masi e fitoj këngën magjike thash kësaj radhe, do me thonë kënga është e Besës, kjo më zgjodhi mu për bashkëpunim, po njëjtën kohë edhe unë e zgjodha këto se pranova me gjithë shef, se ju të gjitha bashkëpunimet i pranoj. Këngën e ka bërë Darko Dimitrov, është një këngë shumë e mirë, është tingëllon pak më ndryshe se këngë që janë në kohëve të fundit në Kosovë në Shqipëri. Një këngë dhe një tekst i punum pak a shumë për një mosh pak më të rritën, jo për fëmijë. Jam shumë kurioze të di si funksionon, pra ajo të morin telefon ose të kontaktoj, donte me bashkëpunu me ty. Ti pastaj si e prite si propozim dhe pastaj si evoloj? Pa pëlqyer dhe kënga bashkëpunimi nuk funksionon, po ky ka qenë dashuri në dëgjimin e parë. Duket shumë dashuri dhe atmosfera këtu. Do na tregosh ndonjë sekret nga klipi dhe pse nuk është kompetenca jote? Bëhet fjalë për një qift pak më të pjekun, jo në moshë shumë të re. Edhe do me thoni kemi qitë paka shumë defektet e qifteve që besoj që gjithë qift ka dhe defekte të vogla se gjithë shka nuk është perfekt. Mësova se mbasi të xhirohet klipi në këtë shpinë rregulluar shumë bukur ku po xhironte Besa pak më përpara, do t'i vjet flaka edhe më kujtoi pak bashkëpunimin e Rihanës me Eminemin. Ju pash pak të dy dhe ashtu. A ka lidhje kjo? Nuk kisha thonë që e kena kopju, po menoj që ka diçka lidhje se edhe ty bëhet fjalë për një qift të dashuruar me probleme. Kur të përfundohet si ide, siç e kam menuar edhe pro video, nuk ka të ngjashme shumë me këngën e Eminemit dhe Rihanës. Dhe me qenë se jemi tek përfundimi, çfarë pret nga ky bashkëpunim? Pres që ne ta japim maksimumin që ky realizim del sa më mirë, edhe të pritet sa më mirë për publikut, jo në sen ku me di çka se nuk po pres në MTV Music Awards. Është gjithmonë shumë modest besniku, por është shumë i madh. Edhe ti je madhe, po ata janë më të mëdhenj se krejt naj për shëndet gjë. E kishe propozuar ti besnikun në 2x2-shit. Pse e zgjodha? Gjithmonë ka pëlqyer si artist dhe në momentin që kam dëgjuar këngën demo në fillim, më shkoi mendja te besniku, për aq kosa kënga duhet ishte me një reper. Kënga është bërë nga Darko Dimitrov, si e zgjodha? Kjo këngë është bërë në të vërtet para 2 vjetësh, si demo. Në një moment caktuar thash, wow, po ne kemi të demo pse nuk punojmë të gjë, pas të cilës u punua tatuazh në zemër. Në fakt, unë kam bërë shumë të kënaqur bashkëpunimin me të dhe pse jo, mund të kemi ndërtar. Se s'ke ngelur të kënaqur, fitove këngën magjike. Nuk do të harroj kur fytyrën tënde kur fitove çmimin. Po sepse kur u anoncuar që kishte vetëm 5 këngëtarë, që kishin mbetur 5 votime, unë nuk i numërova. Aty në fakt kam përshtypjen një lëmshë e madhe, është procedurë shumë e gjatë dhe mendoja, nuk e di për vetes time, mendoj do vazhdonte.
Vazhdoni votimin pafundësisht. Ti vazhdon e tatuazhosur. Dhe kjo është pyetja fundit për Fundit. Pikërisht tatu do t'i kemi edhe për pak. Edhe për pak kohë. Mirë, po ikim, sidomos këtu janë duke ikur Besa. Po iki dhe unë, miropafshim, faleminderit. Edhe punë të mbar sonte, unë e di se do boshti në këtë të ftohtë, natën e mirë e bëfsh, edhe suksese me klipin, të dua shumë miropafshim. Kaq ishte se duhet të filloj xhirimi që unë pata kurajun ta ndërpres për gjysmë edhe i falenderoj shumë Roshin shpirt keq dhe Spiron shpirt mirë që më lejuan ta ndërpres videoklipin për të zhvilluar intervistën. Faleminderit. Natën e mirë. Ciao. Ky është një ndër restorantet e Tiranës ku po festohet viti i ri. Kush po e feston vitin e ri, do ta zbulojmë bashkë. Juve duhet të më ndiqni edhe të kuptoni se sa e bukur është tradita shqiptare dhe mënyra se si ne shqiptarët e festojmë vitin e ri, sidomos me një muzikë si kjo. Castro, në fillim fare, për festën e vitit 3 që po bëna një reporti, ku do veja unë? Të Top Channel. Sa ke pirë? Fare. Po pse si e këthjellë? Je sëmur? Pse si jam i këthjellët, jam sëmur. Se nuk e i deur do të ashtë. Pse je i këthjellët? Bëra shaka dhe sa, mi mërëma gjithë shikuzit e a një report. Uzuar. Se nuk po kërcen? Do kërcej pak më vonë, pasi unë kërcej në për rast e dasmash. Nëse gjenë një nuse sot, që rrezik po gjenë një nuse sot në një report të martohemi një burë, se burrat i kemi më të mirë. Në me dhënë, nuk është se me qënë se ishe ke dancing edhe teleminuan t'i skërcen më keqër dorë. Nuk ishte një shgënjim ai. E ke marrë vesh që më kanë rikëthyër të dancing, janë prapë të dancing. Më rikëthëj publiku. Ua, çfarë thua? Ka caki mua bet, ka një javë. Po vaj që nuk jam e ashornuar, gëzuar vitin e ri. Urimi personal nga Da Sara për A një report është një 2014 me ngjarje. Sa më shumë ngjarje kemi në jetën tonë, aq më shumë e kemi jetuar atë. Gëzuar. Gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri.